Mesazhi i Islamit është universal. Në ajetin 21 të surës Bekare, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhan nasu a'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar ju dhe ata që ishin para jush, që të mund të jeni të devotshëm. Ajeti përmend thirrje universale, sepse ai fillon me thënien o njerëz, që do të thotë se mesazhi është për të gjithë njerëzimin, jo vetëm për besimtarët. Urdhri adhuroni Zotin tuaj tregon se qëllimi kryesor i jetës së njeriu është njohja dhe adhurimi i krijuesit, por në praktik adhuroni Zotin tuaj nuk do të thotë vetëm falje apo gjërim, por do të thotë ta fillosh ditën me vetdije për Zotin, të punosh me ndershmëri, të flasësh të vërtetën, të sillesh mirë me familjen dhe njerëzit. Çdo veprim i mirë, nëse bëhet me qëllim të pastër për Allahun, bëhet adhurim. Në këtë ajet, Allahu përmend faktin se ai na ka krijuar ne dhe brezat para nesh. Krijimi është argument i fuqishëm që vetëm ai, pra Allahu, meriton adhurimin. Kur ajeti përmend krijimin në praktik, kjo do të thotë të jesh mirënjohës për jetën, të respektosh trupin dhe shëndetin, të mos jesh arrogant sepse je krijesë. Kjo e mban njeriu të përulur dhe të balancuar. Shprehja e ajetit që të mund të jeni të devotshëm nënkupton arritjen e vetdijes dhe e frikë respektit ndaj Allahut, që e mbroj njeriu nga mëkatet dhe e çojnë drejt së mirës. Praktikisht, kjo nënkupton se para se të veprosh, pyete veten: a është kjo e drejtë para Zotit? Të përmbahesh nga padrejtësia edhe kur askush nuk po të sheh. Të kontrollosh zemrimin, të largohesh nga mëkati edhe kur është i lehtë për t'u bërë. Devotshmëria është si një alarm i brendshëm moral. Ky ajet zbatohet edhe në marrëdhëniet familjare, duke duruar dhe respektuar. Zbatohet në punë dhe biznes, me ndershmëri, me mosmashtrim. Zbatohet në komunikim, duke mos shpifur e mos ofenduar. Adhurimi i vërtet reflektohet në sjellje, kur përballesh me padrejtësi, varfëri, sëmundjes, prova. Në këtë rast, adhurim do të thotë besim, durim dhe mbështetje tek Zoti, jo dëshpërim. Mesazhet kryesore të këtij ajeti të bekuar janë: adhurimi është rruga drejt përmirësimit moral dhe shpirtëror. Kujtimi i krijimit forcon besimin dhe mirënjohjen. Devotshmëria është mbrojtje nga e keqja. Feja nuk është vetëm ritual, por edukimi i brendshëm i njeriu. Mesazhi i Islamit është universal. Ky ajet vendos themelin e besimit, njohjen e Zotit si krijues dhe adhurimin e tij si rrugë për të arritur devotshmëri dhe mbrojtje nga e keqja. Ajeti na mëson se lidhja me Zotin është çelësi i një jete të drejtë dhe të pastër.